36 mramjet. Janë zonë këtë pjesën këtu të xhamia në Shkoz. Ato janë 36, sa duket janë varrosë. 36. Tani janë këtë pjesën të mi shtëpia tona janë 12. Varrosën janë ata. Ka tjerë, po këta tjerë që janë një pjesë janë një pishtutice. 13 janë të Beograd. Dhe vetëm në Verbos janë dikun ka... Verbos janë dikun ofër 60. Vetëm Verbos. Këtu e në Varrosën këtu, në këta vena dikun. Po, mu një me shku në qyra të nga, që ta shumë parë. Sa këta shie në e më vëbë? Teshat, Që kanë nga dhe, da? afer vorët ato, jenë me të teshat në mal, ata jenë në Varrosën ma poshtë. Ashtë veni shumë interesant mi pa. 36 kush. 36 janë në altë kanë për shkull. E qëta, a janë të Varrosën për i tënëve? Na që i këna Varrosë vetë Po, rivarrosë, shumë, ka një janë të Varrosën, e? Ka një. Se na i këna vetëm I keni gjithë së të 7-8 metra që shkoj shumë, këshumë më zatet në për kufuma. Ata një Varrosh. A për këtyne janë 27 vetëm një lagje. Kështë në 36? Po, vetëm një lagje. Këllës lagje? Lagje Glareve. Vetë 27 janë vetë lagje të vlerë? Veç lagja e Glareve 27. Se këtë nga ushtarët nga përmiqat me ta këna Varrosë dhe këna krye këtë to. Po, kështë. Që që i treguat mizës që shëha. Vasergi Senhat. Ja. O, në këtë lagjën e Rukiqve, kur ma kanë zonë migjen me gjithë djallë, atëhere i kanë këtë 3 luftarë Kosovës, dhe më ha ushtarë Kosovës, ushtarë tonë, ata kanë shtin në Serbë, atëhere kanë marrë policia serbe, kanë marrë djallin e migjes për para, a si ka kuptu gjuhën. Nuk ka kuptu gjuhën serbe, edhe i kanë tha esë ma shpejt. Djalli nuk i kuptoj këtë gjuhën, migja i tha si se na ishëm 50 metra ma largë, nishëm që apo thunë dhe shishëm. Atëhere ka tha migja atë vi, unë se djalli s'po kuptan. Atëhere i kanë hypë 6 migjes me shkelma dhe rreshin, e djalli të qitë në pushken këtu, me shku me sulmu ata 3 ushtarët tonë. Ata 8 ushtarët tonë, për shkak djallit, e ndërprejten gjujtje, zjarin, ato ishën dikun ka 40 serbë. Edhe kanë marrë djallin e kanë që dhe afer tyne, disa i kanë zonë ata 3 edhe i kanë masakrua Isa Ademin, e muhajgjerve Qirezit, edhe kanë prej, me thika. A Hamdin, kushërinin e tina, vetëm e kanë vra plëm. Me di bunjakën e kanë marrë me gjithë armen e Hamdis nuj, ku ka gju armen nuj, me himi lyp, kur e ka gjithë armen e tina, e kanë qitë 10 metra mane dhe për katun e qitë në trukën këto. Bedri bunjakut. Kurse këtë Suleiman Krasnicin e Glëna Selës, dul një polici plagosën, i sërve. Tha një hadu ma falë mu për këti reshti. Edhe ka marrë ato, e i ka ra mrapa, ja qiti synin do që ja bo një shpelë të madhe. Edhe me të atu i vranë. Na ishën dikun ka 50 metra. Tash ishën populata jonë në dur tyne. Na nuk mushëm kur qysh ma me gjuhë në ta se ishë populata jonë aty. Unë në mas pari këqa migjen me gjithë djallë. Tash djallën e migjës hala nuk e dim kotu. E dim që u konë qire. Migja është ka fillu në këtë mullimin të stenik se ka punu për para, me pastrua diçka në ta rregullojnë na petë për mu punua. E është së të punu, dojnë e këtë prejnë këtu, edhe ka pas plumën këtu. Usheru normal, mirë është. Ata kanë lënë si për drekon, a qësh ka shpëtohet? Migjen e kanë gjuhë afer vorëve dëshmorëve në Qirez, e kanë gjuhë për vdekun afer garë. Një polis ka thonë se për ja japi plumë. Tjeti ka thonë jo për këqyrë, kjo është hazër me dekë. E kanë jo për vdekun, atëherë mas i kanë kalu milicia krejtë sërt në tanë, kjo që ka dalë të rjekë molit në ka orë ka një ora këtu në rlastik. A muna me ta fuat? Ato po është në mullim momentalisht në Testenik si të dini në asfalt, aja është në mullim. Me gjithë një vëllat e amin, ato jenë të punu dytë, e shihet këtu, ku është i prejnë, e shihet plaga në kokë, aja është tash mirë, po që a djallë në mujtë me ditë për ta, aja fort mirë. Okej.
Këta këtu që i kanë vra ajetin, shërinin tonë ajetin fiqës. Ajo ka edhe ushtari o që kësë, e kanë vra për Jusafin me ajeti ka luftu në atë vend. Edhe 4 për tyne veç i ka hjek. 4 serve. 4 se di ka hjek, edhe u vra vetë, e ka rokë lumin kokë, e ka prish pak në kodja parë, ku fomën në kokë. Po më në natë në varës natë. Gjatë natës për nërmjet policisë që Policia kanë kalu për shembull 500 metra, një tjetër lagj. ka shku për lagjën e Shtuticës, na i këna marrë me nën e këna varë. Veç dokumentet, s'ka i gjëshëm dokumentet dhe që i njofshëm, me nën i varrashëm që s'kishëm që apresëm, ose s'kish popullat këtë tjetër marrë me i varrës. Ata muqën me i hangët qatë, mu prish kufumat e këto, na vdukëm i varrës, i njofshëm të fratit tonë e këto, s'kishëm që apresëm, vdukëm i varrës me në. Veç këtu nuk ka luft, këtu në verbasë ka si ku me thonë një kolerë, që të mërshme që ju ka, edhe popullat ka pas shumë, vend i vogël, atëherë ka pas edhe viktimat mëdha, viktima shumë. Po apet kuptohet si liria nuk, çdo sa një ka rajt për tokë, liria ka rajt për gjallë. Dikush u dëmtu ma tepi, dikush ma pak ato, vetëm liria nëshë nuk vjen përveç me viktimë. E këzër shëlliri. Faleminderit. Ju shprehim gështinë për gjitha vrami.